Nga e hëna ka nisur aplikimet për regjistrimin e fëmijëve në institucionet publike parashkollore përmes platformës zyrtare Fëmijët e Tiranës.tirana.al. Kjo platformë përfshin jo vetëm regjistrimet e reja në qerdhe dhe kopshte, por edhe transferimet për fëmijët që ndryshojnë vendbanim apo institucion. Në platformë, opsionet që prindrit mund të kërkojnë dhe të marrin shërbim janë aplikim për herë të parë në qerdhe, aplikim për herë të parë në kopësht, kalim nga qerdhja në kopësht, ose në rastet që ka nevojë për të bërë transferim nga një qerdhe në një qerdhe tjetër, sepse gjatë vitit mund të ndruar banesën dhe për shkak që të vihet në një banesë që jetë më afër me qerdhen, apo një kërkesë që ka për të transferuar nga një qerdhe në një qerdhe, apo nga një kopësht në kopshtin që ai e ka më të afërt edhe më përshtatshëm me vendin ku jeton apo edhe me vendin e punës. Në vijim të këtij procesi, çdo institucion do të japë përparësi për banorët e njësisë ku ndodhet. Fillimisht në qerdhen, po themi të njësisë 3, marrin shërbim ata prindër që janë banorë të njësisë 3 dhe që janë më afër me vendbanimin e tyre, dhe nëse ka vende të tjera, patjetër gjithë të interesuarit, qerdhet edhe kopshtet, gjatë gjithë kësaj periudhe kanë punuar me kapacitet të plotë dhe të vazhdojnë të punojnë me kapacitet të plotë. Për ata që hasin vështirësi teknike apo nuk arrin të përfundojnë aplikimin, do të ofrohet ndihmë drejt për drejt në çdo institucion. Duke qenë që është risi, pra për herë të parë ne po e zhvillojmë si aplikim online dhe duke marrë shkas edhe nga disa telefonata që kanë ardhur që nga mëngjesi dhe deri në mesditë që jemi tani në drejtorinë e qerdheve dhe të kopshteve, që nuk kanë mundur të finalizojnë procedurat e aplikimit online, duke filluar nga dita e nesërme dhe në vazhdim, në çdo objekt, qerdhe apo kopësht, drejtuesja e institucionit apo një person tjetër, që mund të jetë psikolog e punonjëse sociale, do jetë aty për të mbështetur të gjithë interesuarit për të realizuar procedurën e aplikimit për të marrë shërbim në qerdhe apo në kopësht. Afati për aplikim përfundon me 22 qershor, ndërsa periudha e shqyrtimit të dokumentacionit do të zgjasë deri më 8 gusht. Prindërit do të informohen përmes emailit mbi pranimin në institucionin përkatës, ndërsa nga shtatori fëmijët e regjistruar do të mund të frekuentojnë qerdhen apo kopshtin që kanë zgjedhur.